Në përvjetorin e 10 të themelimit të Fundjavë Ndryshe, një iniciativë e lindur si nismë thjesht vullnetare që u shndrua në simbol të humanizmit dhe solidaritetit, u zhvillua ceremonia përkujtimore, e cila këtë vit përkon edhe me ditën ndërkombëtare të vullnetarizmit, 5 dhjetorin. Në ceremoni ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, i cili përshëndeti të pranishmit me një fjalë. Ajo që ndodh me këtë fondacion dhe ajo që ndodh në tërësi kur njerëzit organizohen dhe bëhen bashkë në këtë mënyrë është ndërtimi i zakoneve të zemrës. Dhe natyrisht që mes tyre zakoneve të mbledhura bashkë për të bërë një zakon të një grupi njerëzish, stërvitja e shpresës dhe disiplina e bamirësisë janë dy zakone që qëndrojnë detyrimisht më lartë se tjerët dhe nga cilët varen të gjithë zakonet e tjera në këtë qasje ndaj tjetrit. Dhe ne jetojmë në një kohë që për i të vërtetës i vëmë provë çdo ditë, çdo sekond mbase që të dyja, edhe shpresën, edhe bamirësinë. Në fjalën e tij, kryeministri Rama përcolli edhe mesazhin që kurrë mos i ndodh askujt që të ketë nevojë për një dorë të shtrirë, por kur askush mos e harroft që ta ushqejë një dorë të shtrirë. Kreu i qeverisë e quajti nismën Fundjava Ndryshe një palestër të shpresës.